Aksi Nacional Elbasan-Peqin është një ndër më të rrezikshmit të qarkut të Elbasanit, ku si pasojë e mos respektimit të rregullave të qarkullimit, aksidentet janë të shumta. Banorët e zonës së Pajovës shprehen të shqetësuar se çdo herë që kalojnë në rrugë ndihen të rrezikuar. Ata tregojnë për syri televizion se ndonse një vit më parë në këtë zonë ndodhi një aksident tragjik me pasojë vdekjen e një 8 vjeçari. Sërish thuaj se çdo javë ndodhin aksidente të tjera, si pasojë e shpejtësisë me të cilën drejtuesit e mjeteve udhëtojnë. Shumë rrezikshme. Shumë aksidente bëhen, shumë njerëz rrezikojnë, do ja shkoj se hyn makina nuk kanë asë lloj nuk zbaton asnjë rregullore. Sa dush, sot pa dhe aksident në Polesh aty ka Isniu, nuk zbatojnë rregullore. Tërbu. Ka frikë kalamoni, ka frikë që kalamoni shkollë, se nuk ka siguri për mjetët, do të kalojnë marrin dhe i supermarket marrin diçka kalamoni ose ujnë e gjon, hesë me frikë. Për çdo sekond do vdekje. Shikoj. Këtu është e shpesh herë. Domethënë që nuk kalon mua po su bën aksident. Po nuk ka kulturë, se po të kenë kulturë, nuk ikin shoferat. Po thuaj se problematika është gjatë gjithë kohës, sidomos këto vitet e fundit. Ndonë se në zonë janë vendosur kufizues shpejtësie dhe tabela pas protestave të vitit të kaluar, ku shpejtësia e lejuar është 30 km/h, shoferët i devijojnë dhe nuk respektojnë asnjë tabel. Ne e zbatojnë, herë nuk i zbatojnë, edhe ku kalojnë me 20 barka nuk zbatojnë. Se e mira do të zbatojnë, se kalon e mosha 3, kalon e fëmija, kalon e tjere, nuk ka shumë, nuk zbatojnë. Si hoqë në policia rrugore në rrugë, ka si hoqë se nuk zbatojnë, policia do dalë se nuk zbatojnë asë lloj rregullore. Ikin kom kohë si qmenë. Ike djematanti, a me 30, sa shkolla këtu. A jesë me 130. Dila ne, a me 30. A ike me 130. Ku keti rregullore? Çdo drejtues automjeti sipas tyre do të duhej të gjobitej ose t'i merrej leja e drejtimit dhe në zonë do të duhej të vendoseshin kamera për të kapur në kod çdo shkelje që mund të shkaktojë aksidente për të evituar fatkeqësi të tjera. Po, do të marrin masa, çdo gjë do të marrë shteti masa. Si për mua si kamionon mjet, gjithë tjerë do të zbatojnë rregulloren si duhet të zbatohen si gjithë Europa, si zbatohet gjithë Europa. Vini kamerën aty. Vini kamerën e djematon, e në hiqja direkt, hiqja patentën. Hiqja patentën. Pse ma le patentën mu? O, bravo, jo për të paguje, pse të ka për të paguje? Vjen kamera dhe gjobitën ata që ikin shpejt. Sepse të rënditit e tyre për na të rënditin e shpirë këtu. Shumë shpejt hezë, se mësë të rëndë. Banorët e zonës kërkojnë të merren masa për këtë situatë dhe të bëhet një mbikalim, pasi nuk mund të jetojnë çdo ditë me frikë për jetën, pasi e gjithë zona pranë rrugës nacionale është e populluar.